Le të nisim direkt në këtë analizë, ku do të flasim për një nga mjetet më të fuqishme që çdo qytetar ka në dorë, votën. E vërteta është se asnjë ndryshim i madh historik nuk ka rënë thjesht nga qielli apo jo. Të gjitha ka nisur në momentin kur njerëzit refuzuan të qëndronin në heshtje. Pra, sot do të thellohemi pikërisht te kjo. Pse ky proces është kaq absolutisht jetik? Veçanërisht për votuesit e rinj që hedhin flet votimin për herë të parë, sepse në fund të fundit ata mbajnë çelësat e një epoke të re. Tani, le të jemi të qartë me një të vërtet universale. Mos pjesëmarrja nuk është asnjëherë një qëndrim neutral. Seriozisht, nuk është. Në fakt është një dorëzim i pastër i pushtetit. Të refuzosh fletvotimin është fjalë për fjalë njësoj sikur t'i japim dikujt tjetër një çek të bardhë për të vendosur për fatin ton. Asgjë, absolutisht asgjë, nuk ndryshon duke pritur në hije. Dhe kjo na sjell natyrshëm te një pyetje thelbësore. Kush vendos kur qytetarët rrinë në shtëpi? Përgjigjja është mjaft e thjeshtë. Politika nuk shkon me pushime. Vendimet thjesht kalojnë në duart e një pakice. Para mendoni një brez të tërë që zgjedh të qëndrojë i heshtur. Ata rrezikojnë t'ia lënë të ardhmen në dorë njerëzve që, me thënë të drejtën, ndoshta nuk e kanë iden fare se cilat janë interesat dhe ëndrat e këtij brezi. E po, le të zhytemi më thellë në këtë koncept. Seksioni i parë trajton pikërisht koston e heshtjes, apo atë që mund ta quajmë faturën e mospjesëmarrjes. E shihni, demokratia ka nevojë për oksigjen dhe ky oksigjen është pjesëmarrja. Fletvotimi është pika e hyrjes. Është mjeti kryesor se si ne mund të prekim drejt për drejt ekonominë, sistemin shëndetësor dhe sigurinë e mundësitë e punësimit. Për një të ri që sapo ka fituar këtë të drejtë, kjo copë letre nuk është thjesht një detyrim, është fjalë për fjalë një kontrakt për të ardhmen, një mënyrë direkte për të punësuar liderët që do t'i shërbejnë atij vizioni. Tani, le ta ngushtojmë pak fokusin dhe të kalojmë te seksioni i dytë. Si krahasohet ndikimi në nivel kombëtar me atë të nivelit lokal? Ky ilustrim e tregon në mënyrë briljante atë dallimin drastik që shpesh na shpëton. Zgjedhjet kombëtare gjithmonë marrin gjithë vëmendjen, me politikat e jashtme dhe ligjet shtetërore. Por ndikimi i mikroskopik, aty ku ndodh realisht rutina jone e përditshme, vendoset nga zgjedhjet lokale. Shumë shpesh harrohet se cilësia e jetës diktohet drejt për drejt nga zyra e qytetit apo bashkisë lokale. Për ta bërë edhe më konkrete, le të zbresim në realitetin fizik. Zgjedhjet lokale janë ato që kontrollojnë fjalë për fjalë asfaltin ku ecim çdo mëngjes. Ato vendosin buxhetin për shkollat, nëse autobusët do të vinë në orar që njerëzit të shkojnë në universitet apo në punë, madje edhe nëse do të ketë hapësira të gjenbra publike. Pra, të injorosh zgjedhjet lokale është njësoj si të injorosh pragun e vetë shtëpisë. Por atyre pse ekziston gjithë kjo apati? Seksioni i tretë merret pikërisht me thyerjen e miteve dhe fakteve thelbësore që i mbajnë njerëzit larg kutive. Le të nisim me mitin më kokfort nga të gjithë. Ideja se një votë e vetme nuk bën asnjë dallim. Tingëllon e njohur? Megjithatë, historia na provon të kundërtën çdo ditë. Kemi pafund shembuj, nga këshillat e qyteteve e deri te postet më të larta, që janë fituar apo humbur për një grusht votash, ndonjëherë edhe me diferencë një shifrore. Çdo numër në atë kuti është tepër kritik, pa diskutim. Pastaj kemi atë cinizmin klasik. S'ka rëndësi kush fiton, të gjithë njësoj janë. Por ja ku qëndron problemi, asnjë sistem i thyer politik nuk është reguluar ndonjëherë nga qytetar që rinë të inatosur në divan duke ndëruar kanalet e televizorit. Injorimi i problemit është thjesht një miratim i heshtur i tij. Është pikërisht pjesëmarrja e vazhdueshme ajo që e detyron sistemin të pastrohet. Dhe pika kyçe fare, iluzioni i shkëputjes. Dikush mund të pretendojë se nuk ka asnjë interes për politikën, por keni parasysh, politika ka një interes të pashtershëm te ne. Ajo vazhdon të mendos taksat, çmimet, ligjet e punës dhe faturat e dritave, pavarësisht nëse i kushtojnë vëmendje apo jo. Minimalisht, votimi garanton një vend në tryezën ku merren këto vendime jetike. E gjithë kjo na çon natyrshëm te seksioni i katërt, mbrojtja e vetardhmes son demokratike dhe lirisë që gëzojmë. Nuk bëhet fjalë vetëm për hapin individual. Qytetaria aktive është, si të thuash, vetrahja e zemrës së një shteti të qëndrueshëm. Kur një shoqëri, dhe sidomos të rinjt, i mbajnë syt hapur dhe marrin pjesë rregullisht, institucionet bëhen jashtëzakonisht më të forta. Llogaridhënia rritet, thjesht sepse zyrtarët e dinë fare mirë që neglizhenca ka një kosto të kripur në kutinë e votimit.
Shpeshherë mendojmë patriotizmin si fjalime të mëdha, simbole apo data historike. Por në thelbin e tij, më pragmatik, patriotizmi është I thjeshtë, është veprim. Të shkosh dhe të hedhësh atë flet votim është forma më e lartë, më e pakontestueshme e kujdesit praktik për zhvillimin e vendit. Është vërtet patriotizëm në veprim. Shumë mirë, le të shohim se si zhvillohet e gjithë kjo dhe të kalojmë te hapat konkret për një pjesëmarrje në praktik. Për ata që e bëjnë këtë për herë të parë, procesi ndjek disa hapat logjik shumë të qartë. E para, informimi. Nuk mund të dalim atje pa ditur programet, apo jo? E dyta, filtri kritik. Është thelbësore të rezistohet zhurmës apo presionit emocional të fushatave dhe që të gjykohet ftohtë se çfarë I duhet vërtet komunitetit. Dhe në fund, veprimi. Përdorimi I kësaj të drejte në një mënyrë të qetë dhe demokratike. Besoj se e gjithë kjo analizë përmblidhet bukur te ky parim. Demokracia nuk është një sport për spektator. Një vend më I mirë nuk ndërtohet kur duke qëndruar jashtë fushës e duke bërë komente. Ai ndërtohet ekskluzivisht nga njerëzit që hyjnë në lojë dhe pranojnë të jenë arkitekt aktiv të realitetit të tyre. Dhe për ta mbyllur, po e lëm me këtë pikpyetje provokuese. Çfarë ndodh kur e gjithë ajo energji e fjetur më në fund zgjohet? Çfarë lloj komuniteti do të ndërtojë brez I ri nëse fillon ta përdor zërin e tij unik, masivisht dhe pa kompromise? Një gjë është e sigurt. E ardhmja u përket vetëm atyre që dalin dhe e formësojnë atë. Faleminderit që na ndoqët në këtë analizë.